Fansat në panik. Ledion Liço le të kuptohet gjithçka për Sara Hoxhën. Moderatori i njohur Ledion Liço ka surprizuar ndjekësit këtë herë me një postim emocional në rrjetet sociale. Ai ka ripostuar një sekuencë në italisht, ku flitet për dashuritë që përfundojnë, duke mbajtur një mesazh të thellë për ndarjet dhe kujtimet e dashurisë. Teksti, që është publikuar nga faqja Kosovaria, thot mes të tjerash: kushdo që tha se do të zgjaste përgjithmonë, gënjeu, ose ndoshta thjesht ishte i dashuruar. E vërteta është se ne jemi ura, ne jemi klapa të bukura. E lëm veten të ikë si lot të sigurt nga sytë tanë, si maska natën. Por her pas here kthehemi për të vizituar njëri tjetrin, si në këtë këngë. Ky postim ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e kanë interpretuar si një dedikim të mundshëm për bashkëshorten e tij, Sara Hoxhën, me të cilën kohët e fundit janë përfolur lajme për një ndarje. Pavarësisht spekulimeve, as Ledion Liço, as Sara Hoxha nuk kanë bërë ende një reagim publik për këto zëra. Qëndroni me ne për lajmet më të re nga bota e yjeve shqiptar.